Horoskopi ditor e Mërkur, 4 shkurt 2026. Dashi. Mblidhni rripat, dashi. 4 shkurti 2026, ndez entuziazmin tuaj natyror, duke ju shtyrë drejt aventurave emocionuese. Hëna fuqizon sektorin tuaj shoqëror, duke sinjalizuar takime të dobishme. Në punë, bashkëpunimi në ekip sjell përparime të papritura. Prandaj mos u nguroni të ndani ide. Në dashuri, guximi juaj shpërblehet, duke rezultuar në shkëmbime romantike emocionuese. Beqarët mund të takojnë dikë interesant. Sidoqoftë, keni kujdes nga natyra juaj impulsive, pasi kjo mund të tendos miqësitë nëse nuk jeni të kujdesshëm. Financiarisht mund të shfaqet një mundësi fitimprurse, duke kërkuar një vendim të shpejtë, besoni instinkteve tuaja. Sa i përket shëndetit, nivelet tuaja të energjisë do të jenë të larta, por sigurohuni që të balanconi aktivitetin me pushimin. Meditoni për të ruajtur qartësinë mendore mes nxitimit të ditës. Kjo është një ditë për të besuar instinkteve tuaja ndërsa përqafoni ndryshimin. Mos harroni, guximi dhe kreativiteti juaj do të hapin shtigje që më parë konsideroheshin të pamundura. Është koha juaj për të shkëlqyer. Prandaj dilni në qendër të vëmendjes me besim. Demi. Sot premton lidhje të përmbushura dhe rritje personale. 4 shkurti 2026 ju nxit drejt forcimit të marrëdhënieve, si personale ashtu edhe profesionale. Ndikimi i hënës inkurajon biseda zemër më zemër, ideale për zgjidhjen e problemeve të vjetra. Angazhimi në këto bisedime do të forcojë lidhjet me të dashurit. Profesionalisht, durimi juaj shpërblehet ndërsa kolegët e njohin punën tuaj të palodhur. Një projekt që e keni hartuar me zell mund të fitojë njohje të merituar së shpejti. Financiarisht, vazhdoni me kujdes. Mund të lindë një shpenzim i papritur, duke kërkuar buxhetim të kujdesshëm. Në romancë, beqarët mund të gjejnë mundësi të reja, të nxitura nga komunikimi i hapur. Sa i përket shëndetit, është një ditë e shkëlqyer për të filluar rutina të buta fizike, duke ushqyer vitalitetin nga brenda. Përqendrohuni te ushqimet ushqyese që nxisin mirëqenien. Merrni pak kohë të qetë për të reflektuar dhe për të rimbushur në ndikimin qetësues hënor. Vlerësoni qetësinë që sjell sot, duke i lejuar vetes një moment për të shijuar thjesht të tashmen. Binjakët. Ndërsa zhvillohet 4 shkurti 2026, prisni që natyra juaj dinamike të tërheqë vëmendjen. Sot, shtrirja e Mërkurit përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të angazhuar në dialogje kuptimplote. Profesionalisht, kjo energji ndihmon në bashkëpunime të qeta. Prandaj shfrytëzojeni atë për të hedhur ide të reja ose për të kërkuar mundësi rrjedhëzimi. Në marrëdhëniet personale, karizma juaj rritet, duke ndihmuar në kapërcimin e çdo boshllëku të keqkomunikimit. Për beqarët, interesat e reja romantike mund të lindë nga takime të papritura. Sidoqoftë, keni kujdes që të mos e teproni. Fokusi duhet të drejtohet aty ku qëndrojnë interesat tuaja të vërteta. Financiarisht, shmangni shpenzimet impulsive, duke zgjedhur një qasje më strategjike për të menaxhuar burimet në mënyrë efektive. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje niveleve të stresit. Konsideroni integrimin e ushtrimeve të frymëmarrjes së thellë në rutinën tuaj për të ruajtur qetësinë. Përqafoni këtë përzierje të fuqishme të kuriozitetit dhe elokuencës ndërsa lundroni në energjitë e ditës. Shfrytëzoni këtë kreativitet dhe lejoni që përshtatshmëria juaj natyrore të shkëlqejë. Gaforria. 4 shkurti 2026 ofron energji ushqyese që mbështesin rritjen emocionale dhe shpirtërore. Me hënën që nxjerr në pa botën tuaj të brendshme, sot inkurajon vetanalizën dhe meditimin. Merrni kohë për të shkruar mendimet tuaja, duke ndihmuar në sqarimin e emocioneve dhe nxitjen e paqes së brendshme. Profesionalisht, qasja juaj empatike ndihmon në zgjidhjen e konflikteve në ekip, pasi kolegët vlerësojnë natyrën tuaj mirëkuptuese. Mund të ketë një shans për të udhëhequr një projekt. Përqafojeni këtë mundësi me besim. Në çështjet e zemrës, marrëdhëniet thellohen me biseda kuptimplote. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga partner potencial që ndajnë vlerat e tyre. Financiarisht, është një ditë për menaxhim të kujdesshëm në vend të kënaqësisë. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në mirëqenien emocionale. Aktivitete si yoga do të mbështesin harmoninë mendje-trup. Sot është gjithashtu perfekte për ndjekje krijuese. Lëreni imagjinatën tuaj të fluturojë. Vendosni qëllime në shkëlqimin qetësues të hënës, duke energjizuar veten për përpjekjet e ardhshme. Shijoni qetësinë, rifokusohuni dhe rimbushni energjitë në këtë ritëm fuqizues dhe të butë. Luani.
Ndriçoni dhomën sot më 4 shkurt 2026, ndërsa vetbesimi juaj I lindur amplifikohet në shtrirjen e diellit. Sferat profesionale ju ftojnë në udhëheqje. Udhëhiqni iniciativat me ide të guximshme, duke frymëzuar ata përreth jush. Megjithatë, kini kujdes të mos I lini në hije kolegët. Në rrethet personale, karizma juaj është ngjitse, duke forcuar miqësitë dhe marrëdhëniet romantike njësoj. Beqarët mund t'i mahnisin admiruesit me lehtësi. Dita favorizon sipërmarrjet financiare. Megjithatë vlerësimi I plot është thelbësor para angazhimeve. Angazhohuni në projekte krijuese ku inovacioni juaj mund të shkëlqejë. Nga ana shëndetësore, shfrytëzoni energjinë tuaj të bollshme përmes aktiviteteve gjallëruese. Ndoshta një kurs vallëzimi ose fitnesi do të bëj punën. Merrni momente për të çlodhur, duke siguruar që mirëqenia mendore të mbetet në ekuilibër. Përqafoni vetëshprehjen në të gjitha format sot. Lejoni që personaliteti juaj rrezatues të reflektohet në çdo përpjekje. Kanalizoni gjallërinë e diellit në veprime kuptimplote që lënë një ndikim të qëndrueshëm. Ngroheni në qendër të vëmendjes, audienca juaj ju pret. Virgjëresha. 4 shkurti 2026, ju fton të përqafoni transformimin. Rreshtimi planetar I sotëm nxjerr në pah pikat tuaja të forta analitike, duke nxitur një shërtim të kujdesshëm të projekteve në vazhdim në punë. Orientimi I detajuar do të zbulojë përmirësime të mundshme, duke ju shënuar si një ase të paqmuar. Përdorni këto njohuri për të negociuar kushte ose terma më të mira. Në jetën tuaj personale, përqendrohuni në sqarimin e keqkuptimeve me të dashurit përmes dialogut të hapur dhe të ndershëm. Virgjëreshat beqare mund të zbulojnë perspektiva tërheqëse brenda rretheve të njohura. Planifikimi financiar është I favorizuar, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të rivlerësuar buxhetet ose strategjitë e investimit. Ndërgjegjësimi për shëndetin është rritur. Kujdesuni për nevojat fizike dhe përpiquni të integroni praktika holistike si vetëdijësimi për të ruajtur qartësinë mendore. Organizoni mjedisin tuaj për të përmirësuar rutinat e përditshme për produktivitet. Midis detyrave praktike, lejojini vetes momente krijuese për të kanalizuar mendimet në mënyrë produktive. Lëreni perfeksionizmin sot, duke besuar në një proces rritjeje dhe evolucioni për një jetë më të ekuilibruar dhe të përmbushur. Peshorja. Peshorja kozmike peshon në favorin tuaj më 4 shkurt 2026. Përqafoni harmoninë dhe ekuilibrin ndërsa Venusi ngres sferën tuaj shoqërore. Profesionalisht, aftësitë tuaja diplomatike frymëzojnë bashkëpunimin, duke nxitur suksesin e ekipit. Angazhohuni në biseda strategjike që mund të çojnë përpara qëllimet e karrierës. Krijimi I rrjeteve sot mund të çojë në mundësi të ardhshme. Në dashuri, përqendrohuni në kultivimin e marrëdhënieve përmes aktiviteteve të përbashkëta, duke forcuar lidhjet. Beqarët mund të tërheqin partner potencial me aurën e tyre simpatike. Financiarisht, ushtrohuni të moderuar. Mund të lindin mundësi për fitim monetar, por vlerësojini ato me kujdes. Çështjet familjare mund të kërkojnë vëmendje. Ofroni mbështetje dhe mirëkuptim për të nxitur unitetin. Sa I përket shëndetit, jepini përparësi qetësisë mendore përmes meditimit ose shëtitjeve të qeta. Nga ana krijuese, energjia juaj lulëzon, ndiqni interesat artistike që sjellin gëzim. Reflektoni mbi ëndrat personale, duke rafinuar qëllimet sipas nevojës për ekuilibër në të gjitha fushat e jetës. Besoni në harmoninë që krijoni, duke u drejtuar drejt një rruge të ndriçuar nga dashuria dhe mirëkuptimi. Peshorja e dashur. Akrepi. 4 shkurti 2026, ju fuqizon të zhyteni thellë në përvoja transformuese. Rreshtimi planetar I sotëm rrit intuitën tuaj. Besojini asaj në udhëheqjen e vendimeve kyçe. Në punë, njohuritë strategjike hapin rrugën për sukses të ri, veçanërisht në projekte që kërkojnë fokus të mprehtë dhe këmbëngulje. Krijoni lidhje me figura me ndikim që mund të mbështesin ambicjet tuaja. Në romancë, emocionet intensifikohen, duke nxitur biseda të sinqerta që thellojnë mirëkuptimin me partnerët. Beqarët mund të hasin perspektiva jashtëzakonisht interesante. Mundësitë financiare duken premtuese. Megjithatë, sigurohuni që të vlerësoni me kujdes para çdo angazhimi të ri. Sa I përket shëndetit, jepni përparësi rutinave të kujdesit për veten, me theks në ekuilibri midis pushimit dhe aktivitetit për të parandaluar lodhjen. Përshtatuni me mirëqenien emocionale përmes praktikave meditative, duke ndihmuar në ruajtjen e paqes së brendshme. Përqafoni potencialin transformues të kësaj dite, duke mirëpritur ndryshime që përputhen më ngushtë me dëshirat tuaja të vërteta.
Lejoni që qëndrueshmëria dhe thellësia juaj natyrore të udhëhiqen nga fillimet e reja, duke ripërcaktuar se çfarë do të thotë suksesi për ju. Shigjetari, 4 shkurti 2026, ju shtyn në udhëtime eksploruese ndërsa Jupiteri ushqen shpirtin tuaj aventures. Profesionalisht, dita e sotme është ideale për të marrë rreziqe, veçanërisht në fushat që premtojnë rritje personale. Paraqitni idetë tuaja vizionare me besim. Ndikimet e favorshme planetare mbështesin inovacionin dhe leadershipin. Kolegët vlerësojnë entuziazmin tuaj, duke hapur rrugën për fitore bashkëpunuese. Në dashuri, optimizmi juaj tërheq ndërveprime pozitive. Marrëdhëniet ekzistuese lulëzojnë përmes aventurave të përbashkëta, ndërsa beqarët mund të hasin takime emocionuese dhe të drejtuara nga fati. Financiarisht, rrugë të dobishme mund t'ju ftojnë. Vazhdoni pas një hetimi të kujdesshëm. Nga ana shëndetësore, përqafojeni natyrën. Aktivitete si ecja në natyrë rrisin qëndrueshmërinë fizike dhe qartësinë mendore. Angazhohuni në ndjekje filozofike ose studime krijuese për të kënaqur kuriozitetin intelektual. Lejoni që energjia e ditës të zgjerojë horizontet tuaja, duke vendosur qëllime që rezonojnë me ambicjet tuaja më të gjera. Lejoni kuriozitetin tuaj të lindur të udhëheqë, duke siguruar që udhëtimi juaj sot të jetë i mbushur me eksitim dhe ndriçim. Rimendoni kufizimet dhe besoni në bollëkun e mundësive që po shpalosen. Britsjapi, më 4 shkurt 2026, ngjitja juaj e qëndrueshme drejt qëllimeve ambicioze fiton vrull. Rreshtimet planetare theksojnë tiparet tuaja të leadershipit, duke sugjeruar një ditë të përshtatshme për të marrë me projekte komplekse me saktësi. Qasja juaj e disiplinuar fiton respekt dhe hap rrugën për promovime të mundshme ose për parim të rëndësishëm profesional. Kur bëhet fjalë për jetën personale, përqendrohuni në nxitjen e lidhjeve të forta familjare. Energjia e sotme inkurajon të qenit i pranishëm dhe mbështetës. Marrëdhëniet romantike thellohen përmes planifikimit të përbashkët të së ardhmes, duke ju dhënë siguri. Beqarët inkurajohen të hapen ndaj lidhjeve të reja që përputhen me vizione të afatgjata. Strategjitë financiare përfitojnë nga investimet e kujdesshme. Eksploroni rrugët që premtojnë rritje të qëndrueshme. Nga ana shëndetësore, balanconi punën me relaksimin për të parandaluar lodhjen, duke përfshirë teknikat e reduktimit të stresit si yoga në rutinat e përditshme. Përqafoni potencialin transformues ndërsa përshtateni më shumë me vlerat dhe aspiratat personale. Lëreni që rezistenca dhe praktikaliteti juaj t'ju udhëheqin përmes mundësive me besim dhe angazhim, duke përgatitur skenën për sukses të qëndrueshëm. Ujori, me 4 shkurt 2026, vjen një vrull i rikrijues dhe aftësi inovative për zgjidhjen e problemeve. Dielli në shenjën tuaj mpreh intuitën, prandaj përqafojeni rrjedhën dhe eksploroni mundësi të reja. Profesionalisht shprehni veçantinë përmes projekteve ose prezantimeve të guximshme. Sot ofron mundësi që idetë inovative të njihen. Marrëdhëniet përfitojnë nga qasja juaj progresive. Rigjallëroni lidhjet me gjeste të menduara mirë. Beqar, sharmi juaj origjinal mund të tërheqë interesa romantike të papritura. Financiarisht, prisni stabilitet për sa kohë që strategjitë mbeten fleksibile për të përshtatur me rrethanat në zhvillim. Ndiqni një hobi që ngop kuriozitete jo konvencionale, duke reflektuar personalitetin tuaj. Nga ana shëndetësore, ruani aktivitetin fizik, ndoshta duke provuar diçka të re dhe gjallëruese si vallëzimi ose tai chi. Angazhohuni në praktika të vetëdijshme, siç është shkrimi i një ditari për të sqaruar vizionet krijuese. Kjo është një ditë e fuqishme për të përqafuar qasje të reja, duke ndryshuar shtigje kur është e nevojshme, duke rritur aftësinë tuaj për të inovuar dhe për të udhëhequr me vizion të përparuar. Guxoni të bëheni pionier, ujor. Peshqit, më 4 shkurt 2026, ndjeshmëria dhe kreativiteti juaj i lindur marrin një shtytje kozmike. Ndërsa ndikimi i Neptunit amplifikon dhuratat tuaja intuitive, përqafoni projekte artistike që shprehin ndjenjat tuaja më të thella. Kanalizoni energjinë imagjinative në punë, ku vizionet tuaja mund të bëjnë përshtypje të eprore. Natyra juaj empatike sot ndihmon në zgjidhjen e konflikteve, si në shtëpi ashtu edhe në rrethe shoqërore. Romanca lulëzon në këtë atmosferë mirëkuptimi. Partnerët vlerësojnë gjestet tuaja të përzemërta. Peshqit beqar duhet të ndjekin nxitjet intuitive që mund të çojnë në lidhje kuptimplote. Financiarisht, është e mençur të kryeni kërkime para sipërmarrjeve të reja, duke siguruar stabilitet. Sa i përket shëndetit, kërkoni harmoni përmes aktiviteteve si noti ose meditimi, të cilat nxisin qetësinë.
Balanconi emocioni me arsyen, duke u siguruar që detyrat e përditshme të menaxhohen me kujdes. Përqafoni rrymat frymëzuese që ju çojnë drejt vetëzbulimit dhe shprehjes artistike. Besojini zërit tuaj të brendshëm dhe lejojeni atë t'ju udhëheqë drejt përvojave të qeta dhe përmbushëse. Ëndërroni shumë, por qëndroni të bazuar, duke e lënë kreativitetin të rrjedh natyrshëm. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.